shqiptar në çështjen kombëtare dhe kam biseduar me 180 deputet zviceran duke bërë lobimin e kësaj gjykate që është anti-Kosovë nuk ka të bëjë me diçka reale, domethënë se edhe këta akuza ka qenë imagjinare, procesi është nuk është gjykatë e cila nuk është gjykatë e drejtë, është gjykatë politike dhe këto gjëra janë të kuptuar edhe nga drejtësia, nga këtë bota. Kështu që me një aspekti kjo gjykatë është një avanturë e rrezikshme e cila luftën e lirisë popullit tonë edhe vjen në dyshim edhe gjitha përpjekjet tona për liri edhe gjë që ne nuk e meritojmë. Edhe sfidon politikën kombëtare, do të thotë neglizhimi i politikës shqiptare bërë kombëtare, do më thonë sfidon dhe rreziku për me etiketuar se ne nuk meritojmë liri. Dhe pse vendosët ta dorëzonit pikërisht tani në fazën përfundimtare të gjykimit? Mendoj se ndoshta të vëmë në dieni këtë gjykatë, sepse veprat e sjelljes e kësaj gjykate kanë qenë jashtë kodeve morale, etike edhe juridike. Kështu që e kem vendosur atë për me thonë sepse procesi i kësaj gjykate vështrohet edhe nga të tjerët. Po, ndërkaq e keni dorëzuar në gjykatën speciale apo? Po, e kemi dorëzuar, po në prezencën e mediave të Kosovës që kanë qenë aty, nga përfaqësuesja e gjykatës aty dhe duke dorëzuar rezolutën e zërit perëndimor të Kosovës, do të thotë kam kërkuar dhe lirimin e menjëhershëm të presidentit Hashim Thaçi dhe gjithë të tjerëve. Keni pasur ndonjë komunikim paraprak me përfaqësues të gjykatës lidhur me këtë dorëzim, zoti Bislimi? Kam pasur në të kaluarën kam pasur komunikime, shkëmbime, jam i njohur si emër aty. Kështu që ne kam kërkuar shpesh herë dhe konferencë për shtëp për mi potencu të gjitha padrejtësitë që ka bërë kjo gjykatë në procesin e njerëzve të pafajshëm të vendit tonë. Sepse OQK-ja ka qenë mbrojtje legjitime, krimit e kanë bërë Serbia dhe jo shqiptarët. Po, jo do dia çfarë mesazhi i dërgon kjo rezolut opinionin ndërkombëtar? Do të thotë sepse i dërgon sepse shqetësimet ngriten nga procesi i vazhdueshëm, kozgjatja enorme, e cila nuk ndodh askund si në vendet demokratike të Evropës, është edhe një turp i gjykatës që të mbon mbi 5 vite gjysmë njerëzit e pafajshëm brenda saj në kushte mizerable. Do thotë kjo është kanë një fatkeqësi se si është e mundur që në popullin shqiptar, populli politika shqiptare në bërë kombëtare nuk ka qenë nivelin e duhur krahas këtij procesit, i cili është shumë i dhëmshëm, i cili paragjykon lirinë edhe në atë aspektin psikologjik sfidon kombin shqiptar. Po, zoti Bislimi, nga ne kemi akoma të loshes se shqiptarët, prap janë në vendet edhe në Maqedoni, edhe në Mallzi, janë me drejta të trunguara. Një ditë ne do të jemi pjesë e trungut shqiptar të Shqipërisë etnike. Me demokraci, me ligje, me referendum. Po, nga raporti dikmartit që u e përmendet që ishte një deputet i Parlamentit Evropian, ishte një zviceran, një senator, raporti i tij i famshëm, famkeq, tek 30 deputet zviceran të cilët e kanë shkruar këtë rezolut. Si e shihni rolin e Zvicrës në raport me Kosovën dhe me këtë proces gjyqësor? Më dëgjuat? Zoti Bislimi, më dëgjoni? Mirë, presim disa çaste, rilidhemi sërish me zotin Sali Bislimi, i cili është një aktivist shqiptar. Me iniciativën e tij është dorëzuar në gjykatën speciale një rezolutë e nënshkruar nga 30 deputet të Parlamentit zviceran, është dorëzuar një ditë më parë, kundër të tjera